Gjatë kësaj periudhe kemi siguru edhe numra shtesë të mamografëve, kemi investu që në kryeqytet të kemi mamograf të ri dhe mos të kemi rende pritjeje për me marrë këto shërbime në kryeqytet. Pra asnjë grua sot nuk pret për me pas kontroll të mamografisë në kryeqytet, po ashtu kemi ofru të njëjtin shërbim edhe komunave tjera për rreth. Si rezultat, shërbimi i mamografisë në kryeqytet është plotësisht falas, pra kjo është një ndihmës shtesë për gratë dhe pra këto investime janë një fushat e vazhdueshme të cilat edhe kanë dhënë rezultate konkrete, kanë dhënë rezultate të matshme në kryeqytet. Pra vetëm gjatë 2 viteve të fundit, numri i mamografive të kryera në Prishtinë është rrit për më shumë se 250%. Pra dhe kjo është një tregues i qartë i suksesit të përbashkët në kryeqytet, në qytetin të punë dhe sot ka para durve kemi një informator i cili duket shumë i thjeshtë, po i cili do të ketë një impakt në zbulimin e hershëm të sëmundjeve të zhirit. Dhe kjo është një rezultat i jashtëzakonshëm dhe shpresojmë që kjo të vuhet në praktikë sa më shumë, kurse shpresojmë që vitet në vazhdim të kemi një program i cili është është hartuar në Ministrinë e Shëndetësisë, program nacional të skriningut, me të cilin do të obligohen femrat e moshës 40 vjeçare të bëjnë një mamografi dhe kjo do të rrisë në masë të madhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve të zhirit. Edhe njerë ju na bashkon për një kauzë të thjeshtë që të rrisim ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit. Kur një grua smurët me kancer të gjirit, atëherë nuk vunë vetëm ajo, vunë gjithë familja, vunë gjithë rrethi. Për këtë arsye, OMC ka marrë një iniciativë bashkë me komunën e Prishtinës që të krijojë një informator të thjeshtë, i cili do të tregoj hapat se si një grua do të orientohet në mënyrë që të zbulojë sëmundjen në nivelet më të hershme të saj. Sot përballë jush dua të shtroj edhe një pyetje thelbësore, pyetjen që e kemi ngrit vazhdimisht ndër vite ndaj punëtorëve shëndetësor. A kemi vendos pacientin në qendër të sistemit shëndetësor? Ka arritje të shumta, padyshim, që duhen vlerësuar. Diagnostika ka avancu, ndërgjegjësimi është rrit, ekziston përkushtimi profesional, radiologjik, kirurgjik, onkologjik e infermierik, të cilët me profesionalizëm u qëndrojnë pranë pacientëve brenda sistemit. Sidomos e kemi klinikën onkologjike një histori suksesi në udhëheqjen e drejtorit Ilir Kurtishi dhe jemi shumë mirënjohës të gjithë pacientët që frekuentojnë 200-300 pacientë në ditë e me 1000 pacientë gjatë vitit. Por njëkohësisht mbesin ende sfida që kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme. Ne besojmë se institucionet do të bëjnë shumë për të siguruar informat në çdo QMF për nevojën e kontrollave me eho dhe mamografi. Sepse jeni adresa e parë ku shkon çdo paciente dhe aty duhet ta merr informatën nëse nuk ka bë se ka bë kontrolla të shkojmë atje. Staf të mjaftueshëm radiologjik në të gjitha komunat, për Prishtinën e di që ka mbulueshmëri të mjaftueshme. Aparaturë të sofistikuar, qasje më të gjatë në barna të avancuara, kushte më dinjitoze dhe më shumë hapësira për trajtim. Plotësim të kapaciteteve me staf të mjaftueshëm, sidomos atij të mesëm. Dhe sidomos dëshmëri krijimin e një qendre të kujdesit paliativ